Policia rrugore e Shkodrës vjon monitorimin intensiv me dron, radar dhe makina inteligjente në të gjitha akset e qarkut për parandalimin e aksidenteve rrugore dhe menaxhimin e trafikut për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit veror. Ndër fokuset e punës së policisë rrugore të Shkodrës janë evidentimi dhe ndëshkimi i drejtuesve të mjeteve që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit ose në gjendje të dehur, pa leje drejtimi te kalojnë normat e shpejtësisë, kryejnë parakalime të gabuara, përdorin celularin gjatë drejtimit të mjetit, nuk vendosin rripjen e sigurimit apo qarkullojnë me xhama të riveshur. Si rezultat i monitorimit gjatë 2 javëve janë proceduar penalisht 2 drejtues mjetësh për veprën penale, drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt, pasi u konstatuan duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi, si dhe janë pezulluar 52 leje drejtimi. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe janë vendosur gjithsej 1908 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Konkretisht, kontrollet e policisë rrugore të Shkodrës do të vijojnë në të gjitha akset urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur mjetet bashkohore logjistike me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorizitet të rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore.